Nata dyte e Dua Fest, solli të tjera emocione dhe muzikë live në Shkodër, duke bërë bashkë mira të rinj në një prej eventeve të kalendarit veror. Në sfondin e Kalasë Rozafës, artistë të njohur të muzikës shqiptare krijuan atmosferë dhe energji deri në orët e vona. Në skenë u ngjitën grupet Urban Band dhe Orkestra, të cilët interpretuan disa nga këngët e tyre më të njohura, ndërsa publiku i shoqëroi gjatë performancave. Një tjetër moment i veçantë i mbrëmjes ishte interpretimi i Endri dhe Stefi Priftit. Dyshja solli një ndërthurje me serenatave të njohura koçare dhe këngëve shkodrane, duke i dhënë koncertin ngjyra të muzikës tradicionale qytetare. Kulminatës ishte performanca Alban Skënderajt. Këngëtari interpretoi disa prej baladave të tij më të njohura, të kënduar së bashku me publikun si dhe këngë nga albumi Rrënjët. Se jam zjarr që ti jeton pushi, uragan që emrin pa fuqi, pra dashuria nuk shteron bashkë. Për 2 net me radhë, Dua Fest solli muzikë, atmosferë festive dhe energji rinore, duke pasuruar jetën artistike të Shkodrës gjatë sezonit turistik. Kalendari veror do të vijojë me aktivitete të tjera artistike dhe kulturore, të parashikuara jo vetëm në qytet, por edhe në zona të tjera turistike të Bashkisë Shkodër.